Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është traditë edhe është Ramazani që çdo të hanë me pas ligjërat. Mirë po për shkak që është Ramazan, tash e kemi bërë orën e saj me kon mas ikindije, edhe sot, edhe në të mërkurën, edhe në të shtunën, me lejen e Allahut azza wa jall. Dhe sot me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim me një temë që po ashtu ka lidhje me Ramazanin, pasi që jemi vetëm në fillim të tij. E falenderojmë Allahun azza wa jall që na mundsoi me e prit, edhe me kon për atyre që në gjatë Ramazanit gjallë, shëndoshë mirë, të udhëzuar si musliman duke nditur rëndësinë këtij muaji dhe po mundohemi me agjeru. Pra thjesht duhet njeriu me u gëzu se me kësi mërësish besimtari gëzohet se Allahu azza wa jall është ai cili na ka kriju dhe se din natyrën e njeriut, I cili pas angazhimeve, pas obligimeve, të cilat ko pas kohë e bojnë që edhe me harru, edhe mu dobësu, Allahu azza wa jall çon kësi sezona, kësi muaj, që realisht njeriu freskohet dhe e ripërtrin imanin. Alhamdulillah që thash jem musliman, pe presim Ramazanin dhe po mundohem me shfrytzu, që realisht me e ripërtri imanin ton dhe me e fresku atë. Nuk do të zgjati shumë ligjëratën e sotit, vetëm do të ndalem me një 5 gjëra që I kam ndërmend qysh fillim të Ramazanit t'ja kujtoj vetes edhe juve. E para saj ajo që ka ardhur për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka folur për vlerën e agjerimit. Men sama imana Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai cili e ka agjeru apo agjeron Ramazanin me iman duke shpresuar shpërblimin që ka përgatitur për të, Allahu azza wa jall ia fal mëkatet e kaluara. Apo hadithi tjetër që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai cili e fal namazin e taravive duke besuar në Allahun azza wa jall dhe shpresuar shpërblimin që ka përgatitur për to, Allahu t'ia fal mëkatet e viteve të kaluara. Apo hadith edhe më I veçantë, men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, që ai I cili e ngjall me adhurim natën e Kadrit duke besuar në Allahun dhe shpërblimin që ka përgatitur për to, Allahu azza wa jall ia fal mëkatet e kaluara. Këto 3 hadithe janë përkujtues më I madh për besimtarin dhe nxitësi më I madh se I ka ardhur një shans që njeriu, si I them ne, me u hallashtis me gjunahe të cilat na kanë kapluar të gjithë neve, secili prej bijve të Ademit është mëkatar, dikush më pak, e dikush më tepër, dikush ndoshta ndonjëherë me qëllim, e dikush pa dashje, mirë po natyra jonë jemi që gjithë mëkatar. Allahu azza wa jall po na lën këtë mundësi që në këtë muaj që të pastrohemi prej mëkateve, na u falen mëkatet e kaluara, edhe për atë duhet besimtari më aktivizu më tepër, se nëse I ik shansa e parë, mos I ik shansa e dytë, nëse I ik shansa e dytë, mos I ik shansa e tretë, se runa Zot, nëse hin Ramazani edhe del Ramazani,
edhe ikun të gjitha këto 3 shanca, realisht mirë për të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet nga ai se Xhibrili alayhi salatu wassalam bënte disa dua prej tyre i përbuzur dhe i refuzuar qoftë ai person i cili në Ramazani nuk bëhet sebeb me ia fal mëkatet, dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ba amin, dhe ai bëri amin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po vëllezër të nderuar, shpesh ne e them këtë realitet se është shans me i fal mëkatet kë Ramazan e kështu me radhë, e namazi natës, e nata e kadrit e kështu. Mirë po zakonisht njeriu nuk mund të e din rëndësinë e kësaj shanse, e kësaj oferte të Ramazanit, pa e kuptuar fillimisht se sa e rrezikshëm është mëkati, se çfarë pasojë ka mëkati, se mëkati është ai i cili njeriu e ka larguar prej xhenetit, mëkati është ai i cili e ka larguar iblisin prej rahmetit të Zotit. Mëkatet janë ato që realisht na i kurthojnë jetët tona dhe na i pështjellin dhe problemet zakonisht që na ndodhen në jetën tonë, nisë të madhe kanë mëkatet. Për atë njeriu duhet me e konë një vetëdijshëm për këtë realitet të tij, edhe për atë duhet kërkuar falje shumë Allahut azza wa jall. Po edhe në qoftë se realisht vëjnë vepra të mira, njeriu e din se sa mangësi ka në to, edhe ato vepra të mira pe i bën karshi Allahut azza wa jall, i cili çdo të mirë e kemi prej tina, që realisht edhe në qoftë se prej që lindëm derisa të vdesim, gjithmonë jem vazhdimisht në adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Nuk mundem me shpagu vetëm një begati për begative të Allahut azza wa jall. E se që ndërëm puna që thjesht ne as nuk rrim adhurim ashtot, edhe adhurimet i kem të mangëta, mirë po edhe krahas saj kem mëkate të ndryshme të cilat vetëm Allahu azza wa jall e din ato dhe numrin e tyre. Vetëm shikoni realitetin tonë dhe shikoni realitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili u falte edhe pasi që jepte selam, thoshte astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. U falte e birte istighfar. 23 vjet mision davetit. Allahu azza wa jall në fund pizbet një prej surave të Kuranit, إذا جاءك نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Dhe kur vjen ndihma Allahut azza wa jall dhe shtërimi i Mekës, se fillon njerëz me hinë fe grupe, atëherë ti madhro Allahun azza wa jall dhe kërko falje, nga se Allahu azza wa jall është ai i cili pranon pendimin. 23 vjet mision, punë, sakrificë, edhe po i kërkon në fund Allahu azza wa jall me ba domethënë istighfar. Tregojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në një najt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë numërshëm më tepër se 100 herë thoshte astaghfirullah wa atubu ilej. Domethënë thjesht o Zot kërkoj falje te ti dhe pendohem te ti. Ai vetë për veten e tij thoshte se unë kërkoj falje te Allahu dhe pendohem te ai më tepër se 70 herë nditje. Në kam mësuar që me kërku faljen mëngjes e mbrëmje, me dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, duke thonë një prej duave që është shumë e njohur, që quhet Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Thjesht madhrim në Allahut azza wa jall që është robi tina, duke kërkuar ndëmon mbrojtje të Allahu azza wa jall për të këqijat dhe sherrin e tina, masandaj pranon se begatit të pe Allahut e mëkatet janë prej tina, o Zot falmi mëkatet, nga se nuk i fal askush mëkatet për teje. Ebu Bekri për kërkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja mëson një dua që me lut Allahun azza wa jall me të në namaz, edhe pja mëson Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li bimaghfiratin min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. O Zoti, kam bë padrejsi të madhe nefsit tem
dhe nuk I fal askush mëkatet përveç Teje. Më fal me faljen tënde dhe më mëshiron nga se Ti je falës dhe mëshiruesi ya Rabbel Alamin. Thjesht kjo është ajo që duhet me pas konsiderat dhe me kon besimtari vetëdijshëm, që ashtu siç na ka përshkruar Abdullah ibn Mesudi kur ka treguar vetdijen e besimtarit për mëkatin dhe të tjerëve, ka thonë për besimtarin mëkatet janë si një kodër e cila është ngrit mbi kokën e tij, e cila për çdo moment ka frikën se po e fundos apo I bie përmbi. Ndërsa ai I cili është munafik, mëkatet realisht I shes si ndonjë insekt I vogël I cili ka lënë para fytyrës dhe me një lëvizje dorës I largon. E me kuptu realisht rëndësinë e Ramazanit edhe rëndësinë e faljes mëkatit, fillimisht vëllezër të nderuar duhet me e kuptu, domethënë rrezikun e mëkatit edhe vlerën e kërkimit faljes për këto mëkate dhe pendimit të Allahu azza xal, e që thashtë Ramazani është shansë e madhe, është shansë ndoshta pa përsëritshme që njeriu me u fal prej me këtyre mëkateve dhe me dal I pastër prej tyre. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, që isha ndal me punën e Ramazanit është pikërisht I njëjti hadith. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili falet agjeron muajin e Ramazanit duke besuar në Allahun azza wa jall, duke besuar se ai e ka obliguar, duke shpresuar në shpërblimin që ka përgatitur për to, edhe për të, edhe për namazin, edhe për domethënë natën e Kadrit, po edhe për agjerimin. Fillimisht duke besuar në Allahun azza wa jall, se Allahu e ka bë obligim agjerimin, për atë ne agjerojmë. Pra thjesht nuk agjerojmë për me hum pesh, nuk agjerojmë për dietë, nuk agjerojmë se s'po kem mundësi shëndetësore me hangër me pi, nuk po agjerojmë për mos më u largu prej rrethit në atmosferës së të jetojmë, po agjerojmë këtë familja, po agjerojmë edhe na. Nga se realisht kjo nuk është agjerim. Ne agjerojmë për Zotin se dim se Allahu azza xal e ka bërë një çështje të tillë obligim dhe e ka kërkuar prej neve. Jo mu bë gjendja jon si gjendja ndoshta edhe disa besimtarë që tregohet se ka pas 3 që intervistuar se kanë thonë po agjerojmë në Ramazan. Pse? Se kem shoqni dhe kem fëqin, domethënë musliman, dhe po na pëlqen ai sistemi se si po agjerojnë, si po e kalojnë ditën edhe si po e përgatitin iftarin e ushqimet dhe llojshmëria e ushqimeve kështu më radh, edhe po kem qef që më bashkangjit kësaj atmosfere të mirë, apo realisht ata nuk ishin musliman fare hiç. E nuk duhet me gjasu gjendja një njeriu I cili është musliman, thotë jam musliman, thotë shahadetin, e pranon që Allahu azza xal është një që duhet më adhurue dhe e din që është farz agjerimi, nuk duhet me agjeru ndryshe vetëm se duke qenë I sinqert vetëm për Allahun azza xal. Mirë po krahas asaj duhet me ashtu se e bën kët duke shpresuar shpërblimin e Allahut azza xal. Ai I cili e motivon me agjeru është shpërblimi që ka përgatitur Allahu azza xal. Qoftë falja mëkateve, qoftë domethënë një derë veçantë e cila është për xhenetlit që quhet Rayyan, qoftë ajo se ndërmjetson agjerimin nesër ditën e gjykimit për agjeruesin, qoftë ajo se era e gojës së agjeruesit është domethënë me e mirë te Allahu azza xal dhe me këndshme se era e miskut dhe parfumit e kështu me radh, thjesht e bën duke shpresuar shpërblimin e Allahut azza xal. E këtë kur e krahasojmë me gjendjen e disa agjeruesve tonë, të cilët realisht e kanë derë qysh pra se me ardhë Ramazani, që I thëmë ne duke u anku se po vjen Ramazani, e kur vjen Ramazani, gjatë Ramazani, 30 ditë e kështu me radhë vazhdimisht të bë off, të anku e kështu me radhë, faktikisht që kjo gjendje tyre, kjo ankesë e tyre me këtë që duhet me synu besimtare, që me shpresu shpërblimin, nuk përkon, qofse realisht ti ke mu zemrën tonë me iman, edhe po shpreson që këtë punë Allahu azza xal më ta shpërbly. Edhe faktikisht kjo sakrificë që duke e bërë nuk do të shkon poshtë, mirë po do të gjinjë ta ditë kur kesh më tepër nevojë për të, realisht nuk duhet me përku me gjendjen e ankesës që shpesh dinë edhe me dëgju prej disa besimtarëve. Mirë po edhe anën tjetër vëllezër të nderuar pe këtij hadithi, ajo që duhet me e kuptu se nuk është vetëm çështja e agjerimit që duhet me marrë mësim për këtij hadithit. Mirë po ajo që duhet me kuptu për këtij hadithit është se realisht këto 3 gjëra duhet me I pas konsiderat njeriu edhe jashtë agjerimit dhe në jetën e tij. Agjeron për Zotin. Realisht adhurimet e veta I bën për Zotin. Ajo që
e ka adresë, burim, frymëzim, e ka Allahu Azza wa Jall. Thjesht edhe falet për Zotin, edhe agjeron për Zotin, edhe jap sadaka për Zotin, edhe shkon haxh për Zotin, edhe i respekton prind për Zotin, edhe faktikisht këmon lidhe farafisnore për Zotin, edhe respekton ma të vjetërën për Zotin, edhe mundohet krejt veprat e veta me i lidh me Allahun Azza wa Jall, pavarësisht se si kanë mundësi këherë këto lëvizjet tona, këto punë tona me u pa në syrin e dikujt tjetër. Thjesht ne në farforme jemi të bëjë tregtim me Allahun Azza wa Jall. Ne raportet i ndërtojmë me besim në Allahun Azza wa Jall, jo me i nis me njerëz me interes, ma kthen e kështu me radhë, më falenderon diçka tjetër. Jo, ne faktikisht çështën e kemi besim në Allahun Azza wa Jall. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar njerëz dhe gjinët vetëm se të më adhurojnë. Mirë po edhe në tjetër, kur theme që shpesojmë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, thjesht kjo është çështja tjetër që njeriu duhet me vedisu se me cilin kanar do me punua njeriu në këtë botë. A me kanar të ahiretit, a me kanar dunjas. Qofse beson Allahun Azza wa Jall dhe beson shpërblimin që ka përgatitur ai atje. Thjesht me këtë kanar njeriu motivohet dhe vepron, edhe nuk mat me kanar kësaj dunjas edhe me i shikuar se çfarë do bie këmën me i thirr njerëz në xherim dhe me dhon iftar. Çfarë do bie këmën me dhon sadaka. Çfarë do bie këmën me dhon njeriu domethën ndihmë diçka. E kështu me radhë nëse i nis me kanar të kompenzimit kësaj dunjaje realisht, domethën njeriu nuk duhet me lëviz fare, mirë po besimtari nuk e ka këtë kanar. Besimtari mat për kanar tjetër. Besimtari beson në ditën e gjykimit, beson takimin e Allahut Azza wa Jall, beson xhenetin, xhenemin, beson shpërblimin e Allahut dhe dënimin me tina, dhe ajo është cila e motivon që realisht me kon njeriu më i ndërgjegjshëm, me kon më solidar, me kon më i afërt, me kon më i respektueshëm e kështu me radhë. Pra fillimisht Allahun Azza wa Jall e ka se pikësënimi atë dhe me të e lidh çdo gjë. Edhe e dyta, realisht gjërat në imat, dhe më thonë me kanar të ahiretit, e jo me kanar dynjas, edhe e treta realisht e ka synim falin që e cekëm edhe ma heret. Kjo është pika e dytë. Pika e tretë, që po du me folë me këtë temë është, çfarë agjerimi po dojna? Se agjerimi e ka një synim. E ka dhe ma tepër se një synim, po synimi kryesor është la'allakum tattaqun, që më u kon njeriu më të devotshëm, që më bën njerëz më të mirë, që më bën njerëz, domethënë më dobiprues, që ta shohin hajrin edhe familja, edhe shoqëria kështu me radhë, që faktikisht spaku e pastron shpirtin tënd, zemrën tënde, që thjesht nëse për Zotin një gjendje më hiq dorë për këtyre gjëra që janë të lejuara, më parsore dhe më udhës është me hek dorë për aty që të jenë ndaluara. Kjo është qëllimi i agjerimit. Dhe këtë duhet me synu çdo besimtar. Jo vetëm realisht mu priu për ushqimit edhe pirjes dhe marrëdhënieve intime, ndërsa pas kësaj mos me pas asgjë tjetër. Përkundrazi, e shet domthon shumë ndoshta për agjeruesve, në më i qetë është në Ramazan, ma nuk bën probleme jashtë Ramazanit. Dhe më thonë, ma i qetë është jashtë Ramazanit, ma nuk bën problemi jashtë në Ramazanit, kur vjen Ramazani, realisht a i ndron për 180 shkallë, fillon me bërtit, fillon me nervozu, se duran kërkan, e kështu më radhë, e që realisht, kjo masënej thash nuk përkan me frime në agjerimit, se përkundra gjë agjerimi që shka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as-siyamu junne. Agjerimi është në mburoj që e mbron besimtarin, dhe më thonë edhe për zjarrit dhe xhenemit në ditën e gjykimit, mirë po edhe për i mëkateve, dhe më thonë këtë dunja e ka vazhduar hadithi, ka thonë se nëse është dikush për juve agjerueshëm, as mos fol fjalë dyta, as mos pisket. Edhe nëse dikush e provokon, le të thotë jam unë agjerueshëm, unë jam agjerueshëm, apo jam njëri agjerueshëm me kështu me radhë, që realisht me dallu një ditë agjeruesit në gjendje e agjeruesit për një gjendje i cilën nuk është agjerueshëm, nga sa realisht agjerimi e ka ngritë shpirtërisht njeriu
dhe e ka pastruar edhe ka bë më devotshëm. Edhe kjo duhet me kon matë si vëllezër të nderuar i çdo kujna për neve për agjerim. Agjerimi apo na bën më të mira jo. Apo realisht hen edhe del Ramazani edhe nuk jem nuk u përfituar asgjë. Nga se tek e fundit Allahu azza wajal nuk ka nevojë as për urinë tonë, as për jetën tonë, mirë po ajo që synohet është që njeriu me lën fjalë tek këqija, me fjalë vepra tek këqija dhe mu bë, domethënë besimtar më i mirë. Nga se dietarët e kanë thënë në realitet kanë thonë agjerimi është 3 llojesh. Është agjerimi minimal, i cili është abstenim prej ushqimit dhe pirës dhe marrëdhënieve intime, agjerim pak më i lartë, i cili njeriu mundohet përveç këtyre 3 gjërave me agjerum me syrin e vet, me veshjen e vet, me gjuhën e vet, me gjymtyrët e veta, e agjerim edhe më i lartë se kë është ai i cili përveç këtyre agjeron edhe me zemrën e tina, edhe thjesht mendimet i ndryshon, kooperacinë e largon, dunjon e largon prej zemrës, hasedin, zelin, mendjemallsinë e kështu me radhë që mundohet me kon sa më besimtar i mirë. E kjo që duhet me në ratë tash neve si pyetje është se cilin agjerim pe dojmë pasi që jenë fillim të Ramazanit. Apo dojnë me agjerue atë agjerimin minimal, atë pak më të mirë, apo atë kulminantin e që besoj besimtari atëherë kur e ka përshëndet Ramazanin në vitet kaluara. Secili prej neve na mërzit, edhe këna thonë o Zotë, ne ja pyjmër që me pritë edhe një Ramazan tjetër. Se në qofë se ne ja pyjmër o Zotë, realisht, kena më mundue me ishtu edhe ma te për veprat e mira, edhe me përmirësu gjendjen tonë, edhe ja që erdhë Ramazani, a jem që të fjallë që i këna pas, apo këna ndryshu. E besoj që pasi që është fillimi, besimtari duhet me pas në konsiderat një gjë të tillë. Çështja tjetër të të ndëruar, apo pika e 4 është se cila është gjendja reale e jonja në Ramazan. Ne gjithmonë themi se Ramazani nuk është vetëm agjerim. Ramazani është edhe agjerim. Ramazani është edhe lexim Kuranit. Ramazani është edhe falje namazit. Ramazani është edhe dhënje e zakatit apo sadakas. Ramazani është domethënë dhikr. Ramazani është ndihmë ndaj tjetrit, solidaritet, e kështu me radhë. Faktikisht mirë po gjendja jo në akështut. Apo edhe pse jenë prangosë ata shejtan të mdhaj, që shka ardhë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si kur duket ata para se më prangosë, ja u kanë ndërzu këtë emanet dikuj tjetër, që me kryme për pikëri, që më mundue me çdo kusht besimtarin me angazhu me çështje të ndryshme, që sa ma pak me shfrytzu këtë mujtë Ramazanit. E kam cekur edhe dikun tjetër, a je gjendja jone e Ramazanit, apo fillimet para se me odhë Ramazanit, shumica jonë mendojnë se përgatitjen për Ramazan, me ble ushqim, mu përgatit për iftare, edhe kështu më radhë, faktikisht edhe këta të sëtë faktikisht punojnë me biznise, shfrytëzojnë këto momentume, edhe bojnë oferta e kështu më radhë, ama realisht njeriu kur agjeron, praktikisht është dashur mu paksu ushqimi. Ai e joni është e kundërta. Kohët Ramazanit vetëm se shtohen këto lukset dhe më thonë teprimi, e masrafi, e kështu më radhë, faktikisht sikur nuk është në gjendja jonë e mirë, po ka vazhdimisht tendenca, po thëmë kjo çka është më halal, s'paku më në largu me ushqime, me iftare, me lukset e ndryshme, sene që thjesht me ikë frymës edhe thelbet Ramazanit. Ramazani është për mu dobësu, edhe fizikisht, që edhe fiziku jonë, masandej ka mendjet këthjelt edhe larguash sa ma tepër për i mëkateve. Se në qofë se faktikisht prokupimi jonë është se ç'kysh që me hangër iftar, që ka me hangër syfër, e kështu më radhë, faktikisht vetëm e kemi angazhu, thash veten, ma që nuk është parimore dhe nuk është bazë e agjerimit. Unë po thëmë kjo është me leta, se ka dhe më thonë plan programe të ndryshme, dhe më thonë që njerëz bojnë edhe loja ndryshme për Ramazan, edhe programe televizive të ndryshme për Ramazan, me qëllim me i dekoncentru njerëz edhe mos me shfrytëzue Ramazanin. E tash,
është një rast, është shumë interesant me cek, tregohet për një dietar ka pas emrin Malik bin Anas, më thonë një prej aty në themeluesve të shkollave juridike që quhen Malikit. Edhe ai thonë ka qenë në xhamit pejgamberit sa mëse ka jetuar në Medinë, në ligjëratën e tij të rregullt, edhe duke qenë me studentët e tina, vjen një elefant në Medinë. Edhe në atë kohë s'ka pas elefanta në Medinë. Edhe ka qenë diçka risi edhe kurreshtja i ka bë që gjithë pothuajse studentët e tina me dal me lshu ligjëratën edhe me dal me kqyr atë elefant. Përveç një prej nxënësve që kishte emrin Yahya bin Yahya al-Laythi, i cili kishte ardhur prej Spanjës sotshme në Medinë me taku dietarin Malik bin Anasin dhe me mësu prej tina. Edhe kur mbetet vetëm ai, Maliku i thot: "A ke pati ndonjëherë elefant që nuk po të bën përshtypje, s'bën përshtypje e televizia?" Thotë: "Jo, s'kam pa kurrë elefant." Ani thotë: "Pse o ti s'u bashkanit aty në?" Thotë: "Se s'u marr për atje të me kqyr elefantin." I marr thotë me u taku me Malik bin Anasin. E po du me thonë që zakonisht në Ramazan gjithmonë na i bindet si elefant tash, dikush me oferta, dikush me loja, dikush me seriale, dikush me mund më duhet që thjesht me na preokupu edhe me na hek për objektivit. E se na ardhna në Ramazan dhe se këna prit Ramazanin që falenderojmë Allahun azza që na ka mundsu me prit me umer me këto sene qofse janë halal dytësore, e runa Zot ka mundësi edhe me kon haram edhe zbon këtu as Ramazan është Ramazanit. Po ina ardh edhe jem vetëdijshëm se kena prit Ramazanin edhe duhet me e shfrytzu maksimalisht, e po them tash krahaso gjendjen ton me gjendjen e selefit, çysh kanë agjeruar ata, çysh kanë lexuar Kur'an ata. Para mendo për Abu Hurairën treguohet thotë kanë pothuajse shumë të kohës në xhami, ka thonë po du me rujt Ramazanin tem, po du me rujt agjerimin tem. Se kur del, shet diçka, kur del, fol me dikon, kur del, provokon dikush. Ka mundësi njeriu thjesht në afekt edhe ka mundësi me gabu kështu më radh, s'pe hapi këtë derë heq, po rrin në xhami, po lexoj Kur'an, po bëj dhikr. Thjesht Malik ibn Anas, ky njëjti dietar, thonë ka marrë ligjërata vazhdimisht në hadith. Kur ka ardhur koha Ramazanit, ka thonë tash e mbyllëm dersën, ligjëratën e hadithit, edhe i përkushtohem Kur'anit se Ramazani është muaji i Kur'anit. Ramazan, edhe pse hadithi është fe, është bazë e fesë. Feja jonë është ndërtuar mbi hadithet e pejgamberit sa pas Kur'anit, mirë po e ka kohën jashtë Ramazanit. Në Ramazan është koha e Kur'anit. E pra ti gjojmë domethënë për ty ne kam bë hatme, domethënë çdo 10 ditë, çdo 7 ditë, çdo 3 ditë, ka për ty ne që ka bë çdo ditë, ka për ty ne ka bë dy ndritje, e kështu me radhë nga se realisht e kanë kuptuar që po e themi se Ramazani është shans e cila nuk duhet me ja leju njeriu, domethënë këtyne gjëra që na shpërqendrojnë me e bë punën e vet. Ramazani, që ka ardhur nga Zuhriu, është me dhënë ushqim e me lexu Kur'an. Ramazani është me dhënë ushqim edhe me lexu Kur'an, edhe pika 5 që mos me e zgjat është pas e që në fillim të Ramazanit, kush ka bë edhe çfarë plani keni bë për Ramazan? Është tash e pa logjikshme, qofse njeriu merr një rrugë, ose vjen në musafir, ose ka një detyrë, edhe thjesht i qaset asaj detyre, asaj atij udhëtimit, pa kur far plani hiç. Ajo që është zakoni i neve shqiptarëve tu pa e tu bë. Fatkeqësisht kjo nuk duhet me kon qase besimtarit, mirë besimtarit do të mëqit dhe objektiva. Tash qysh fillim, cilën lloj të agjerimit po dojnë me bë? Apo dojnë me marr agjerimin minimal, apo dojnë agjerimin maksimal dhe kulminant? Sa po dojnë me lexu Kur'an? Edhe dje që i ka dëmon për atë ravive, thash shumica e juve për i xhamatit nuk dini me lexu Kur'an. Po s'paku mos dishit me lexu Kur'an, dëgjoni më Kur'anin. Qysh pjo vjen vështirë me u falë taravit edhe qofse janë gjata, kur realisht në to vetëm Kur'an lexohet. Qofse është Ramazani muaj Kur'anit, e ju s'po dini me lexu Kur'an, as me dëgju Kur'an s'po dini ja. Po them çfarë plani keni bë për Ramazan? Qofse thjesht falem një orë e gjysmë taravit,
edhe në kohëni. A shumë se vape kjena na që varalisht jem alergjika shumë, dhe më thonë me bane i punë të hajtë në Ramazana. Çfarë plani kem thjesht edhe me iftare? A s'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai cili jep agjërusin në iftar, e ka shpërblimin e çatij agjërusit, e kish shpërblimin të tonën që të agjërimit, edhe një agjërim ekstra. Veç pse jep diku në iftar, edhe pse atina si paksuat asgjë për agjërimit. Çfarë plani ke bë, dhe më thonë që thjesht, dhe më thonë me thirr iftar. Pe di se mundon me thirr të afër me të baxhanakt, me të kështu më radhë sene, mirë pa a dojnë me zgjenu rrethin pak më tepër ajo. A më bën me thirr edhe dikën që nuk është i pasër, që i ka punë pak më lekësht. A bën me thirr edhe dikën që s'na thirr ose se shohim një herë vjet. Thjesht që kjo është Ramazani që realisht e përtrin lidhet shpirtërore me Allahun azza wa jall, mirë po edhe i ripërtrin lidhet familjare dhe profesionore, që me njerëz që ndoshta me mujsin apo si në dëgjuar realisht pse mos me e thirr me do një iftar, domethënë me ta dhe me humor një iftar me ta. Apo çfarë plani kena bë cilën gjëna dojna me lon. Si dhe penjeve ka bë plan nëse pin duhan me thon mo donin se pimo. Faktikisht nëse po e la 30 ditë edhe po musha më qëndrua pa pi duhan pse s'muna me lon edhe 30 ditëve. Je hoxh, si kanë thonë një hoxhës, unë hoxh edhe pa buk muna me nejt, e pa ujë, po pa duhan s'muna me nejt. E kishtë pa thonë, rrë 6 ditë pa buk e pa ujë, e këshyre masanin apelip cigarën, apelip bukën edhe ujë. Se këto dhe më në fjallë të kota që shejtanit frymëzën, apën se realisht të mund është me nejt edhe pa duhan, edhe pun është me nejt pa shumë sene, ama pa buk e pa ujë s'mund me nejt njëri a gjatë. Se Allah azhele ka bo që buka dhe ujë me konë bazë që njeriu me mbjetu, apën. Ajo që po du me thonë, është se njeriu çfarë planesh ka bë pe veprave të mira, çfarë planesh ka bë pe mëkateve që realisht me shfrytëzue edhe me dal fitimtar pe i këtij Ramazanit. Si përfundim se mos me zgjatë se ka edhe çështje tjera, realisht njeriu ndonjëherë e kam cekur edhe dikon tjetër. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fush betej, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë principiell, i ka rregullu gjarat. Ashtu ka një punën e namazit që Allahu azza wa jalla përmes tij pejgamberit, domethënë që as disiplina më e madhe ushtarake nuk ka mundësi me radhit safat që është radhitim në namaz. Po këtë kanë bë bindjen ndaj Allahut azza wa jalla. Se fsoje ka pas zakon pejgamberit se më dhënë në ushtri me i radhit safat. Që më radhit si me kon namaz. Mirë po një luftë një shok e pejgamberit sa sëm sikur e kish pacit trupin pak më tepër. Edhe i afrohet pejgamberit sa më ka pas një drut vogël dhe ja prek gjyksin që në farforme ktheu hin saf. E thot ja Rasulullah, thotë mblendove. Mvrojt i kështë mahine shumë. A dhe thot pejgamberi se më falë, më bën halal që të kam lëmdu, që trupi jem ashtë se që është godita, me godit të mua. Edhe ja shplen trupin, thot hima edhe të mua. Edhe ulet, edhe puth pejgamberin s.a.s. Edhe e thonë se qka për ndodhë. Thotë ja Rasulullah, ju pse më lëndove, po du me marrë hak në ty, për kundrazi. Po tash jem të hin luft. 20 dina mundu me dalë gjalla, ja. Edhe po ta qef që gjërën e fundit që e prejkë është trupi, dhe më thonë i begat i joti. E që po du me thonë dhe të nërrua që Zotin e ka mundësu me pritë Ramazanin. Allah në mundësoft edhe me e plotësu Ramazanin, me pritë edhe shumë Ramazan atjerë me iman. Mirë po Zotin e din, kush për neve e përret. Pra të është mirë që me mujtë me shfrytëzue maksimalisht edhe me u përmirësu edhe me u pastru. Lusim Allah në zgjel që të na jep agjërim të letë, veprat përnuara, mëkatet e falura. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad